Përshëndetje dhe mirë se vini në Mesdri. Ja ku takohemi dhe sot së bashku për ta përmbyllur javën, urojmë në formën më të mirë. Ne jemi bërë së bashku me ekipin e Mesdrit për t'ju dhuruar një program shumë interesante dhe sot, duke sjellë personazhe të dashur për ju, duke kujdesur t'u japim disa këshilla përshëndetje dhe sigurisht edhe t'ju surprizojmë dhe habisim se ajo që do ndodh sot në këtë studio, unë nuk besoj se ka ndodhur në ndonjë studio tjetër televizive. Mirëmëngjes, paçi një ditë fantastike dhe urojmë shumë që të jemi në shoqëria e Denj televizive për gjithë ju që do të qëndroni me ne deri në orën 13:00. Në rast se regjia nuk na fal ndonjë minutë më tepër. Mirëmëngjes Jan. Mirëmëngjes. Paçi dhe ti një super ditë sot. Alberi shumë. Joja jetoje. Shqipëri mirëmëngjes dhe shqiptar nga kudo që po na ndiqni, nisim kështu së bashku këtë transmetim të drejtë për drejtë. Para disa ditësh, se nuk e kam darë në publiku këtë, tha dikush në rrugë, o ju moderatorët e mëngjesit, edhe i thash, unë dala, ne, mëngjesi në Vision Plus, se nisim me Florin dhe Brikenën. Ne jemi mëngjesi i vonë dhe drega herët. Me Brikenën dhe Florin. Me Brikenën dhe Florin. Dhe ne jemi mëngjesi i vonë dhe drega herët. Ne jemi prezantuesit e Mesdritës, praktikisht e mesditës, sepse nga kjo fjalë vjen dhe titulli i emisionit, që publiku ta kuptoj, që ne zgjojmë me aqeret së zgjohet një herë një kohë. Dhe ne pushojmë dhe gjithë atë rikuperim që bëjmë një natë më përpara, e sjellim në studio me shumë energji, me shumë pasion, po mbi gjitha me shumë humor, sepse zakonisht në Mesdrit ne kënaqemi. Dhe keni parë besoj që ne zbavitemi her pas herët, krahas informimi që është më i rëndësishëm se të gjithat e tjera. Zyrtarisht jemi me 2 këmbë në fundjavë, kështu që shihoni të premten, ditën e sotme dhe shihoni dhe fundjavën. Por mos harroni televizorin te Vision Plusi, sepse shumë çka për të parë e për të dëgjuar. Mirë. Me energjinë më të mirë i themi edhe mirëmëngjes, edhe mirë se vjen të zonjës së shtëpisë, zonjës Florenca. Mirëmëngjes, Gjani, që je bërë sot një ëmbëlsirë. Qa ke mërë? Mirëmëngjes të tash. Se që është ti? Të kujtua batuta e djeshme? Të thanë gjë tjetër Florenca? Të thanë gjë? Po. Të morin telefona jo apo jo? Jo, nuk të morin. Ko rezik nga që më ftojnë shpesh në TVSH, tani nuk do të më ftojnë. Po do bërë si do bësh. Edhe s'ka thënë mami, mos qesh në kuzhinë shtëpisë, unë përplasë, me ke bërë rekët për mtidhem. Kujdes se kemi një shtyllë. Për mtidhem pak. Ti jeton edhe pa të ftesa. Jeton për bukurim. Problem fare. Sa qeshur tje. Se gjithë kemi qeshur. Ska ngelur njëri në Republikë pa ma dërguar të video. Po shqyqyr që kemi qeshur. Dhe të lutem, kështu pa filtra vio dhe në fund sezonit. Të lutem, kemi nevoj për... Jo dhe në fund sezonit, po shdo sezon gjdo. Kemi thënë deri në 2020-ën? E po. Ka thënë Meri Gjini, do jemi ne të tre këtu. Me mjekër do bëhemi të treja bashkëbash. Ikim të këndin. O, ata po nuk të doli deri se 5 nuk të del më, kam thënë. është për qunat kjo. është për qunat se për vajzat. Mos qofur të bërë se ndryshimet hormonale çfarë nuk sjellin. Gjithsesi. Apo se më kishte bërë ai. Është e premte. Ja, jo thashë ty çunat. Ne kemi qeshur shumë tje edhe unë sot po prisja të vjen me një model avantgard për flokësh. Por Jo, nuk i bën dot atë që bëri Olti se bëm askush. Ju luta dhe këtyre gocave këtu nuk e bën dot, nuk e bën. Duhet dora Oltit ta, no? Është Nuk e bën dot. Gjore mora Olti çfarë i bëre Florencës. Jepi Cezarit, që takon Cezarit është mirë. Mirë. Dakor. Tani në receta më delikate që për cilën pazarin kemi bërë unë dhe Surjani ka qenë kjo. Se kemi bërë një gafë shekullore, dhe ja themi publikut çfarë kemi bërë Surjani. Shkuam të gjërnim çajin e malit në paketim, kështu të lëngshëm. Të lëngshëm? Po ku ka çaj malit të lëngshëm? Ata mos ka bërë italiani. Çaj të ftohtë. Po jo, mali. Po jo, nuk ka. Nuk ka? E pra nëse usurollatëm aty të për natyra. Usurollatëm. E kënd, po nuk e gjetëm. Dhe çfarë bëm? Blim sa lëngje për vete. Publiku, ti marrë lëngjet, po i marrë. Lëngjet, lëngun. Lëngun, Alma. Përrojt këtë ngelur dhe lëngu. Lëngun, Alma. Mirë, do kemi një super recetë sot, shumë e veçantë, jam i sigur që shumë prej jush mund ta dëgjoni sot për herë të parë. Kështu që na lejoni t'ju prezantojmë kekun me çaj mali. Edhe unë, me qenë se do bëja çaj mali për të bërë kekun, kam bërë këtë tenxhere plot me çaj. Dhe të gjithë ne sot do pim çaj sepse kemi virozat në përkëmbë. Aromën e ndjejmë ne,
kështu që na vjen keq që ju se ndjeni aromën, ta largoj pak. Sikur jemi në Alpet e Shqipërisë, po na duket vetja, edhe që ta dini, unë dhe Syriani, unë nisëm për të bler çaj mali të lëngshëm dhe shkuam dhe blem një lëng 100% organik, natural, me karota dhe moll. Ky është e një, se ishte edhe një me ginger, po nuk i rezistoi rrugën sej. Nuk jemi për pazar, e kam thënë unë, jemi pak të mbrapsht. Nuk mbriti dot në Vision Plus. Këtë gjë që bëre ti dhe Syri, unë besoj se këta që janë, që merren me ushqimet, me prodhimi, teknologjinë, nuk e di, që bëjnë këto gjëra, mund t'ju shkojnë në mendje që të paketuar të bëjnë çaj mali. Shumë mirë do bënim se jo, ta pinim edhe Base në versionin e ftohtë. Base su ka shkuar mendja. Kështu që pro natyra mos harroni, nëse ka çaj mali në Itali, bëni mirë ta sillni se 2 veta e kanë kërkuar në Shqipëri dhe jemi ne të dy. Bëm ç'bëm, e bëm. Tani ti them do pim tjetër. Po gjej do një gotë të tretë. E shikoj për një gotë të tretë. E piu në do shishe, se unë jam gentleman. Ua, ti s'do pish? Unë jam gentleman e piu në shishe. Shumë. Kujdes kostumit. Kujdes se aq mirë. Kujdes kostumit. Që ta hapi me delikatesë. Po dhe një tjetër me ginger dhe me mor. E pim karrot, po, karrot portokall. Është një nga lëngjet e mi të preferuar. Dhe di çfarë i thashë edhe Syrianit, edhe të dy po diskutonim se sa çmimet favorshme për natyrë kishte për gjithçka që është e mirë për shëndetin, gëzuar. Për shëndetin tonë dhe të bukurave, signorina. Për gjithë ekipin e Mesdritës. Për gjithë ekipin e Mesdritës, edhe për këtë super pazar që kemi bërë. Edhe ndasëm gjithë beqarëve. Të lumë të goja. Na kanë mbytur beqarët. Publik i dashur, ju ftojmë të ndiqni një material që lidhet drejt për së drejti me Mesdritën dhe me pazaret që ne bëjmë her pas here tek Pro Natyra. Sot jemi në zemër të Tiranës, thjesht ndiqeni dhe vlerësimin i jepeni kur të themi studio. Kemi ardhur sot te Pro Natyra e Medina Delior. Jemi gati të bëjmë pazarin, besuar nga Florenca. Nuk e di kush na beson të dyve për pazarin, por jemi gati të blejmë gjithçka duhet për të bërë një kek me çaj mali por produktet italiane. Po, besoj është çaj nga Dolomitet. Ti e di më mirë, unë jam gati të shikoj gjithçka ka Pro Natyra. Ikim, bëjmë pazar. Dhe të shohim se çfarë do në duhet. Na duhet Joana, sepse jemi shumë blerje për të bërë. Po do futemi nga këtej. Opa, Olimpi është andej, hë? Po. Opa. Hajde. Do në duhet të gjejmë si fillim çfarë? Ndoshta vajin? I kam të ruajtur. Apo sheqerin? Apo çokoladat? Atëherë Florenca shkruan. Çfarë shkruan? Na duhen 300 gram sheqer. 4 vezë, 300 ml lëng çaj, 100 ml qumësht, vaj, arra të bluara, kanel, sheqer plur për dekor dhe copa çokolate. Wow! Shumë janë bëllë. Shumë janë bëllë, kështu që nisim nga puna. Ku të ikim tani? Dhe sheqeri. Gjejmë sheqerin dhe copa dhe çokolatës. Zucchero! Po përgjigjesh problem, zucchero! Zucchero, ja ku është? Zucchero, apo? Besoj. Do i themi sot italisht, do përpiqemi? Kemi zucchero. Avelo. Kjo është pluhur, ë? Pluhur, sheqer. Po, sheqer pluhur. Se më bëre konfuze. Edhe copat e çokolatës. Lexoj. Të cilat gocce. Di çokolato, kaq. Nuk do themi më shumë. I gjetëm 2 nga sa përbërës në dueshëm? Nga disa. Na ka dhënë shumë kërkesë Florenca. I kemi këtu. Okej. 18 vezë, direkt edhe në shport, për të vijuar më tej me çfarë? Kujdes, duhet vijojmë me arrat e bluara, kanellën dhe këto frutat të thata që për natyra për ju vërtet si ka më të mirat. Çfarë na duhet tjetër nga sektori që kishim pas apo? Vim prap. Ja ku janë arrat, Alma. Marrim sa të duam. Edhe i buajmë 200 gram arra. Okej, ja. Megjitherë unë do të shërbej tani, zërë se punoj të Pro Natyra prej vitesh, të marrim një vasket.
Na duhet dhe kanela. Kanela, ku është kanela? Kanela! Ja ku është kanela. Okej, bukur. Ja ku e kemi, opa, kurdero, vendose, faleminderit, me vrap qumësht edhe vaj gëtimi. Shënuar kjo me dorën e Florencës. Qumështi është këtu. Po, qumësht? Kjo është qumësht i skremuar, në fakt. Po, na duhet një qumësht. Jo i skremuar. Jo i skremuar. Jo i skremuar. Ja të shojmë ku e kemi qumështin tjetër. Unë do marrë lëngun e qajt, si fillim, se qumështin e gjejmë aty. Okej. Lëngu i qaj. Me qenë se qaj nuk po na shohin syt në këtë kënd, unë them të marrim lëngun tim të preferuar, që është lëngu i mollës edhe karotës. Është lëngu, po të keshte edhe panxar, do quaj lëngu i jetës. Drejt, po bëjmë kështu, pra marrim. Unë po marr një lëng, ti merr një lëng tjetër. Ky është i preferuar im. Molle me karrotë, po marr një lëng molle. Ti voglio bene. Dhe një tjetër, Alma, lime i zenzero. Besoj kështu letëzohë, që do thotë lime dhe ginger. Se unë jam lepsqar edhe mora 3. Shumë shëndet, faleminderit shumë. Tani është koha të finalizojmë recetën duke marrë çfarë na ka mbetur, që është vaj gatimit, edhe qumësht, vaj në gatimit të shoh prej këtu, dhe qumshti. E gjeta unë. Do ta gjesh ti, do ta marrësh, marrim qumshtin një. Dhe ja ku e kemi qumësht, se kam parë Alma që Florenca të preferuar ka këta të dy. Ne gjithmonë një shishe kështu, një shishe kështu. Përse? Nuk e di, unë po i marrë të dyja, që ajo të zjedh vetë, dhe të di vetë se cilën do përdor. I kem të vaj tani? Edhe vajnë dhe përfunduam. Me shumë mirësi. Edhe vaj, ja ku është edhe vaj i gatimit. Zgjedhim një apo marrim dy? Po ne... Florenca do gatuaj gjatë. Kështu që zgjedhim dy dhe çojmë direkt Florencës shportën e gatimit. Po, është vaj misri. Besoj përshtatshëm për të gatuar. Më të ndihmoj, sepse ti je principesa, si që thonë italianët. Duhet bësh punë shtëpie. Principesa te pro natyra e me di Deliorgj. Ne do sigurohemi të përshëndetemi me publikun, ti themi që të vinë dhe ta bëjmë pazari në kohë rekord te pro natyra. Kur jemi ne këtu, pse ju japim edhe një këshill dhe të dy shkojmë dhe gjejmë çokoladat tona të preferuara. Dërsa publikut i themi shimi në studio. Sa të bukur e kisha atë gjaketën, moja. Faleminderit shumë. Ishim kombinuar, e kemi zakon të një familje. Ekstravagante tjetër. Të ndalojnë njerëzit në rrugë dhe nuk të lënë të bësh pazar, sepse dukesh bukur dhe kur blen. Jo, zakonisht më thonë thjesht ma kap të gjën këtu të ky rafti, se e gjatë mjaftueshëm. Goce Televizion Plusit, ma kap çik të gjën këtu të kavanozin tek rafti atje lart. Edhe unë e bëj me shumë kënaqësi. Hiq pak perdet. Miq pak, jo, këtë do të shkoj në shtëpinë tjetër, këtë nuk e bëj. Por Florenca, unë kur bëj pazarri shumë gjatë. Ashtu. Sa flas me mamin 30 minuta në telefon apo një orë, thot, ku je? Akoma në market jam. Nuk besoj se të ma kalosh më. Blej me Terezi, jo, ty s'ta kalon kush, po unë kam një rekord Guinness timin për qëndrimin te për natyra. Shkoj në market unë më pret për jashta, nuk futet fare. Nuk futet fare? Jo. Jo. Vetëm fillon pastaj i bie ziles, mbarove, sepse unë do ta mbush karrocën kështu. Do bëj atë Pirg. Shumë mirë, është kënaqësi. Ti kryjmë 2-3 detyrime që i kemi ndaj publikut, si gjë më shenjtë dhe shtrenjtë për ne. Prezantojmë recetën përmes grafikës që regjia do anoncojnë në ekran, tregojmë përbërësit dhe pastaj bëjmë qyfyret tona të përditshme që nuk kanë të sosur asnjëherë për të bërë. Kek me qaj mali na duen 500 gram miell me fryrës. Ola, 300 gram sheqer, 4 ves, 300 ml lëng qaj, 100 ml qumësht, 160 ml vaj gatimi, 100 gram arra të bluara, kanel, sheqer pluhur për dekor dhe copa çokoladë. Çfarë? S'kam tjera arra, se kam arruar nuk i tjera. Ka gajle, nuk ka gajle, ose në pëlqen kjo fjalla, gajle. Po, nuk ka gjë. Po, atë lëngun e qajt nuk e gjetëm. Harruam që mjafton dhe YouTube qaj mali, që e gjetëm dhe për natyra. Po, e gjetëm dhe për natyra. Aty pak në ku ishim ne në Deliorgj, ishte shumë pranë frigoriferve të Bulmetit. Aty ishte një sektor ku ishin gjitha erzat dhe qajrat dhe morat. Ishte shumë i pasur. Shiko, ja ku e kemi në qajin e malit. Shiko, vajnë që ke të lutem. Dhe do t'ju them anvisave
që kur të bëjmë çaj mali, nuk do jemi në atë sasinë e pakët që bëjmë ne për të pirë kur jemi smur, Po do shtojmë. por do shtojmë që ai të bëhet sa më i fortë dhe sa më i mirë që të ndjehet në shijen e kekut. Qartë. Pra që t'jetë më i përqendruar, po thua. po. Edhe më shumë gjethe. Po. Okej. Atëherë do fillojmë me Na tregon Florenca vezët. nga nisim. Po, edhe një gjë tjetër e pas ka marruar, nuk e di pse utova sot. Sot në fakt na ka utu Endri. Se çfarë ka bërë Endri operatori ynë i dashur? Kemi zbërthyer makinën e kafes që është mbrapa. çfarë E kemi makine bërë të fije. Pse? Shpatat me makinë. Donim të dinim të gjithë proceset që ajo bënte. Dhe na iku koha duke u marrë me makinën e kafes. Kurioziteti. E disi ka vllasuar Florenca këta djem studio, si sikur t'i ketë djemtë e saj. Të gjithë janë vllastuar, të gjithë duan të punojnë me mesdritën, nuk e di, shumë dashuri na japin. Ja ku i kemi. Por është meritë e tyre, sheqeri. janë të mirë, janë të mirë. Që ka marrë Alma me syrin ke Si themi, provatyre. zucchero. Zucchero bianco, Zucchero sheqeri bianco, bardh. po. Ore, Ka që dim italisht, ne. Përpeshtohem, unë kuptoj italisht. Edhe 90%. unë, po nuk flas o syri, Sa këtë sa çfarë problem më ka. komunikohet, po nuk flas dot. Edhe unë nuk flas dot, se për të kuptuar, Nuk flisni dot italisht, ju po Do të nuk thënë, shumë flasim pak. aq mirë Unë po. sa ti jo. Unë po. Ja, për shembull Florenca, na bëj një përshëndetje në italisht. Ciao! Ciao, bella. Noi siamo tre muschettieri. Tieri. Hajde, Italia. Si, Certo. certo. Me shaka, se Me shaka, po. publiku kur na dëgjon kështu thot po, su dolo këto fjalët në shaka. shqip, po bëjmë shaka, është humor, është mëngjes. Po. Ç'të bëjmë tani? Se dhe, po të shosh televizionet italiane dhe ata ka nisur të përmendin Albania, albaneze, Albania, albaneze. Po, për ditë. Po, për ditë, kështu që edhe ne po i përmendim, t'ju bëjmë qefin, t'u kthejmë reston. Ai bie kështu, se ne jemi më mirë si italianët, kur e me. Ato vdesin për fërgesën tonë, vdesin. Po edhe kryeministrat sigur na shkojnë kryeministri atyre në atë tonin, shkojnë shumë mirë. Kryeministrat e respektit. Kur u shkon fjolla atyre, pse mos na shkojnë edhe ne si fjollë? popull. Marrveshjen e Pale pensioneve e kur i bën. ulet kryeministrin gjunja, saj bjondes, kryeministres italian. Është gentleman, është gentleman. Atë Është që ka e delikates. ka, E ka, atë që ka. e ka. Është diplomaci. Dhe të thot Florenca. kush të doj, qarë të doj, ato që gjërat që i ka, i ka. I ka. Tani. Edhe ne këto që i kemi produktet italiane për natyrës, kështu Po, që se kështu që- e shtuam sheqerin zucchero Jo, bianco. zucchero bianco. Zucchero bianco. Është zucchero. Po, zucchero? Zucchero. Nisa një periudhë Zucchero. ta mësoja italishten. Sa herë që bëhem gati për në i palë pushime andej në krahun tjetër, i futem një kursi një mujor. Praktikoj. Prapa aty ngelen të niveli A1. Kaj sa folum këtu. Po. Mirë, ma thoni një shqiptar, një familje shqiptare që nuk e ka një pjesëtar të saj emigrant Në mos Itali. në Itali, në Greqi, kështu që janë dy gjuhë që ndoshta veshin është rrahur shumë shpesh. Patjetër. Sepse shumë shqiptarë i flasin edhe shumë rrjedhshëm. Madje një prej tyre do na bashkohet në studio, është një super artist shqiptar, Florenca, që një pjesë të karrierës së tij e ka zhvilluar në Greqi dhe me të gjitha predispozitat për të bërë një superstar në Greqi, por në një ditë të bukur gjatë krizës greke, i mban mend ato vite, besoj, ai vendosi të rikthehet në Shqipëri dhe që atëherë nuk u shkput më Edhe bëri mirë. vendi i lindjes dhe i dhash muzikës shqiptare shumë këngë të bukura. Por nuk dua ta zbuloj, do kemi mundësi ta zbulojmë rrugë. Patjetër. Por ti besoj e di për këtë fjalë. Po, e di, Mos të e lutem, thuaj. ka mos i të rash që këtë Jo, se... tu është- Hajde, muti take. krahun. Hajde. Hajde, të shohim. Është mirë? Të rash në keku mësoj, jo Se të rash në nesër gjë do të tjetër. vi nusja në Kujdes, shtëpi, ti je i po. përgatitur. Bravo. Po mos i kthej atë kështu. Ta shohin. Tash po gjithë ditë I me thotë radhë. regjizori, po i thotë regjizori, po ç'to rrahur bëke mor Syrian, prandaj Ka qesha. kamera lart. Ka kamera lart, okej. Gjithsesi, Po ç'keni bërë ndonjë gjë? unë nuk mendoj se ka nevojë për trajnim, që nga i kualifikuar. Hajde, bravo Syri. Syri, 10 me yll, 10 me xixa. Unë e kreva misionin tim për sot, ju them shihemi të hënën me mes. Edhim qumshin, sheqer, vez. Qumë është. Tani kemi vajin. Opa, po sa shpejt u bën ka ky. Po, bëhet shpejt, pse çka ka? Habitorja u bën ka. Po. U bën kërk. Ajo është e pakryer, ja? Ajo është e pakryer në mënyrës habitore. Tregon që shkollën e ka marrë me mund. Po, Nuk e ka marrë me para. Asgjë s'ka marrë me para.
Çfarë koincidence, çfarë koincidence. Të lutem, Ala, mund të hapësh pak të lutem? Po flisja me një nga miqtë mi më të mirë. Dhe po diskuton. Ti e di si funksionojnë gjërat në Shqipëri, unë s'dua t'i them, sepse as nuk është korrekte për ekranin, as për vendin, as për mua si pozicion pune. Por ca gjëra funksionojnë me ryshfeta ose kanë funksionuar, ndoshta sot që flasim pak më pak. Dhe po më thoshte, mirë, patentën e ke bler. Jo, i thash. Provimet i ke marrë, një provim e ke marrë me lek, jo, i thash. Jo, po diplomën e ke paguar, jo, i thash. Jo, po këtë gjën e ke paguar, jo, asgjë. Kategorikisht në jetë, asgjë nuk e kam paguar. Dhe kështu duhet vazhdosh. Kam ullur kokën aty, kam shfletuar. Edhe dashurin mos e paguaj. Jo, qështo, dashurin, kur s'ka bërë kompromis me gjëra që më formojnë mua, s'do bëj kompromis me gjëra që më plotësojnë mua. E di me çfarë nuk bëj kompromis unë? Me cilësinë. Bravo, e njerëzve e ki fjallë. E njerëzve, por edhe me gjithë shka që unë shehem, është ajo fjalia që unë them shpesh, që na duhen patjetër produkte ku lënda e parë është cilësia premium në treg. Edhe i tillë është edhe mielli Ola. Kështu që ne kemi zgjedhur paketimin e vogël, që është paketimi për ëmbëlsira, që ka edhe fryrës. Ja kemi thënë Anvisave, ato e din më mirë ndonjëherë se unë, se Florenca jo. Dhe është paketimi që është me shije karnelle. Më fal, vanilje. Vanilje. Dhe ne kemi dhe një vanilje këtu. Edhe vanilje, ku kemi vanilje? Kemi dhe vanilje. Që do të shtojmë pak edhe më tepër. Edhe për ato Anvisa që janë base, pak, jo të mira me masën, unë kom gull të them që ne kemi gramaturën të gjithën të vendosur në pjesën e pasme të paketimit, por të na lehtësuar punën në gjithë pjesën e përbërjes. Pra kemi shumë të lehtë. Zojën dashura. Çfarë tha Florenca? Çfarë tha Florenca? Pa që mora një grusht marë. Po grusht marë, jo 2-3 kohë. Grusht, po. E çfarë tha? Dhe tha ha syri ha. Dhe unë thash, Dhe unë thash, kam grënë sot, sepse së fundmi, besoj, e kam darë dhe njëherë me publikun, unë mëngjeset e mija i nis me Tostino dhe Pariza. Janë 2 produkte të tonës, që janë bërë bashkëqyruesit më të mirë të mëngjesit. Bërë mëngjesit dhe gatuan çdo ditë ky djalë. Nuk e di se çfarë ndikimi të jashtëzakonshëm i ka dhënë mes drita. Kjo ëmbëlsira po ma ka bërë jetën dhe ditën shumë të favorshme. Fantastike. Na bëhet çefi ta dëgjojmë këtë. Zgjoheshim shumë herët, tani nuk kemi nevojë të zgjohemi më aq herët. Sepse duhet jeti më shumë. Jo, mirë, dakor. Atëherë. Do të duhet ja themi publikut përpara se të shkojmë te horoskopi. Të gjithë mielli. Të gjithë mielli. Por do shikoni ne kemi 500 gram. Pavarësisht çdo gjëje, gjithmonë Anvisat janë kontrollueset e çdo gjëje që ato gatuajnë. Kështu që duhet ta kenë mund të hedhësh Alma, tani se unë do përzi, mund të hedhësh. Okej, Florenca, hidhni miellin, shtojeni, ndërsa publikut i themi në qoftë se ka diçka që zblihet as me lozhë as me para, është horoskopi ditor dhe yje. Kështu që shkojmë te ky i fundit dhe mësojmë se çfarë do ndodhet me secilën prej shenjave të zodiakut. Qëndroni me ne. Dhe ja ku jemi. Muza, gaz, syqe e shur, çfarë të shohim më parë? Shiko, brumi është i njëjtë, vetëm format ndryshojnë. Kështu është dhe me njerëzit. Po, edhe me njerëzit, brumi është i njëjtë, format ndryshojnë. Edhe sot mora vesh një gjë që nuk e dija, që ne që dalim në ekran ta dini nuk jam aq e shëndosh sa më shikoni, se më shton kamera 5 kg. 5 kilogram. Edhe unë nuk jam kaq e plot sa ç'duke, por jam pak nën pesh, Sorian keni gjë për të thënë? Ti dukesh për bukurë. Je metër. Unë di të them kamera më pas kësh dashur mjaftueshëm. Nuk mendoj, ndoshta nuk e di, nuk jam në mendjet e shikuesve, se si më shohin ekran, si më shohin në rrugë. Po të ka dashur, të ka dashur. Që kur ke qenë i vogël, more. Që kur ke qenë i vogël. Modest ke djalë, është modest. Tani Florenca, kam kek me çaj mali. Na bëre pak londinez sot, kur e mendon, çajin e kemi vendit, po. Çajin e kemi gati, edhe Devisit mund t'i jepni çaj, edhe Florenca, e zbulove surprizën tonë. Po atje do shkoni ju tani. Atje do shkoj. Na pret David Xhera. Pastaj ju e keni zbuluar që në mëngjes? Jo, se kemi thënë. Se keni thënë? Jo. Emrin jo. Do me thënë, çfarë ka shtëpia ta nxjerr Florenca. Jo. Të më mirë të mos ikin njerëzit, të rinë aty dhe të shikojnë. Po ne ndjekë deri sekondën e fundit, ne jemi një ndër më të mirët më. Asa kanë thënë. Tu semi modest fare tani. Mirë. Ne prezantojmë rezultatin. Po. Ndërkohë ta presim një copë. Me ndonjë emër i themi publikut edhe recetën se si e bëm gjithë të kek të jashtëzakonshëm. Me çaj mali. Pazarin e bëm me këto duar bashkë me Sorianin të tyra.
Jemi treguar shumë kujdesshëm të blejmë gjithçka që duhej në kohë rekord. Ja, t'ja themi edhe një herë se çfarë na u desh për të bërë një kek si në Londër. Atje do ta kishit paguar me shumë pound, ta dini këtë kek. Po, pa diskutim. Që ti tregojmë publikut për kekun me çaj mali, na u deshëm 500 gram miell me fryrës, miell ola, 300 gram sheqer, 4 vezë, 300 ml lëng çaj, që e bëri vet çajin këtu Florenca, 100 ml qumësht, 160 ml vaj gatimi, 100 gram arra të bluara, kanell, sheqer plur për dekor dhe copa çokolate. Emri, ndërkohë që bëjmë dekorin bukur. Është, ja shikoj bëjmë çik kështu, ja. Ora, ngjan pak si panetone. Panetone do bëjmë ne, po panetonia nuk është kaq e ulët. Për vitin e ri. Punë panetonia. Na duhet presim pa. Ti edhim dhe kësaj Do bëjmë copës. panetone kur ishte koha. E po do t'i bëjmë. Prisni, kemi kohë sa të duash. Emrin e ka Rosalba. Rosalba është mqeshja si motër e vajzës time, që do na bëj një beb, do na bëj një çun, kështu që Rosalba. Do na bëj një çun, ka ajo një çun dhe i gotë, po është në pritje të ëmbël, të tre. Shumë urime. Kështu që i urojmë një bar të leq, shtatzani të mbar, dhe përshëndesim Rosalbën. O sa bukur, shumë dashuri, më pëlqen shumë Florenca, kjo përshëndetje. ne bashkëtakohemi ditën e hënë. Ju uroj Në një kryet e fundjavë detyrës. të mrekullueshme të dyve, të faleminderit në shumë. maksimum, Do mundohemi dhe të shumë. vini me energji të reja. Të lumë të goja, kjo Të është shumë e mira. rëndësishme. Kjo është e rëndësishme. Kjo mbi të gjitha. Pastaj të reja apo të vjetra, rëndësikat janë të mira. Ne i themi publikut që ndroni me ne sepse do intervistojmë një nga, do thoja, unë e klasifikojnë këngëtarët më të mirë të muzikës shqiptare. Për ta zbuluar që në fakt gjysmën e bëri Florenca, thjesht duhet të qëndroni me ne. Siklet dhe rikthehemi në studio.